këto ditë kemi probleme shumë të mëdha që varshimet janë të rreziku jetën e shumë njerëzve, e janë të rreziku jetën edhe të aty në qenë të i pështu ata njerëz, se duhet më marrë. Emergjenca, zjarr fiksa, do më thonin këtë, vllaznit tonë, njerëzit tonë, cilë duhet më marrë me atë punë, e kjo këtë ka ardhur prej beturinave kryesisht, prej shkatrimit me vitet tonat lumejve. Do më thonë, këtë qytetet jenë ndërtu të marrë materialin për lumejve, edhe nuk është lodhë kërkush që kena marrë dhe në këto ditë, që kena mi pas të probleme. Vis ta keni të qartë që këtë kjo vjen prej të ndërtu shtëpitë tona, të ndërtu në qytet, të shkatru lumin, lumi e gjen gjithmonë rrugën, uji nuk mund është minale, a e gjen rrugën, po cilën rrugë e gjen për shijet, jena të pa shumë mirë cilën rrugë është të gjen. Janë të investu shumë pare, shumë lek taksave tona, edhe përshkatrohen se nuk ka plane adekuate, nuk ka punë me të organizune njerëzve që duhet të amanë me regullu, po këtë shvizohen politikisht, jo vetëm këtu, këtë Kosovën, që edhe Shqipninë kemi, me njëjtat probleme kemi, edhe pa lodhë krytë se shako me ndodhë. Të më thonë, nëse kështu vazhdojnë, na kena me investu, ka më shkatru. Me investu, ka më shkatru, këtë jenë taksat tonë. Të më thonë, nuk është zgjidhje për shëllumin ndrajsit qytetit, ose kime ndrajs këtë venin, si duhet, ose kjo është si trupi, është ajën damar, ku qarkullon gjakin, momentin që zihet damari, pastaj kërset sulmi, o infrak, o trombos, që ashtu kam ndodhë edhe venin, njëjti gjohë. Beturinat me dërë të beturinat. Nëse do me ndërtu diçka dush me marrë leje. Ata japin lejen, as ta japin lejen, jo vetëm hajtë për ndërtoj unë edhe masonajnë, më prish, nuk mune, që s'bot shtetin ndryshë, vla. Këtë probleme kanë pas shtetet pare 100 vjetë, 200 vjetë, e kanë regullu, ne jemi shumë mrapa. Kështu si që kjo është mesazhi. Nëse do një vendin për një ma, duhet më përnu për vendin, për ndryshe, kam në marru i kajdu.